Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kur syt mos t'i pafsha, çfarë ndodhi? Gjesti shpërthen në mallkime ndaj Eglit. Pavarësisht të rikthimit të Eglit Takos në shtëpi pas 9 ditësh jashtë, Gjesti po vijon lojën me qasje pozitive. Egli është treguar me ftohtë ndaj tij duke shmangur sqarimet dhe duke lëshuar kunja her pas here. Por së fundmi, Gjesti është parë në obor duke folur me veten dhe duke bërë disa deklarata të forta. Ke dashur të bësh filma jo me mu, Zoti është një, hajt ti. Më pas shtoj, kur syt mos t'i pafsha, vet kam lindur, vet do vdes. Tensionet mes tyre vazhdojnë, ndërsa mbetet për të parë se si do të evoluojë marrëdhënia e tyre në ditët në vijim.